Pse koha perceptohet ndryshe në situata të ndryshme? Perceptimi i kohës nuk është i njëjtë me kohën fizike të matur nga ora. Truri nuk ka një orë të brendshme të vetme, por përdor disa mekanizma neurologjik për të vlerësuar kalimin e kohës. Në situata stresi ose frike, truri aktivizon amigdalën dhe liron hormone si adrenalina dhe kortizoli. Këto hormone rrisin vigjilencën dhe përpunimin e informacionit, duke bërë që ngjarjet të duken sikur zgjasin më shumë. Në momente kënaqësie ose përqendrimit të thellë, gjendja flow, truri është shumë i angazhuar dhe i kushton më pak vëmendje matjes së kohës, prandaj koha duket sikur kalon më shpejt. Dopamina, një neurotransmetues i lidhur me kënaqësinë dhe motivimin, ndikon drejt për drejt në këtë perceptim. Gjithashtu kujtesa luan rol të rëndësishëm. Kur një periudhë përmban shumë ngjarje të reja, ajo na duket më e gjatë në retrospektiv. Pra, perceptimi i kohës është një konstrukt psikobiologjik indikuar nga emocionet, hormonet dhe mënyra se si truri përpunon informacionin. Lexoj Hysni Baliu.